Mirëmbrëma miq të dashur, ju përshëndes nga shtëpia e madhe e Vizioni Libonia. Mirë se erdhët në mbrëmjen ku ritmi takohet me ndjenjen, ku çdo tingull rrëfen një histori dhe çdo histori ndez një buzëqeshje. Sonte do të udhtojmë bashkë mes muzikës live që prek shpirtin, mes rrëfimeve që na kujtojnë se sa e bukur është jesh njeri dhe mes surprizave që vetëm jeta di t'i dhuroj. Përgatituni për një natë plot emocion, energji dhe gëzim, sepse këtu çdo moment është një notë e re në këngën e jetës. Nuk me zjet vel një vend që shtim këtë rëndhur. Kur e mora vesh që m'kishin martu, nuk me zjet vel një vend që shtim këtë rëndhur. Mos me shkuj më letër, mos t'ir telefon, mos me zirë takime mos me shkruj më letër, mos t'ir telefon, mos me t'ir takime, se t'ashtë shumë. Kishin martu, nuk me zjet vel një vend që shtim këtë rëndhur. Kur e mora vesh që t'kishin martu, nuk me zjet vel një vend që shtim këtë rëndhur. Mos me shkuj më letër, mos t'ir telefon, mos me t'ir takime, se t'ashtë shumë. Mos me shkruj më letër, mos t'ir telefon, mos me t'ir takime, se t'ashtë shumë. Mos me shkuj më letër, mos t'ir telefon, mos me t'ir takime, se t'ashtë shumë. Mos me shkuj më letër, mos t'ir telefon, mos me t'ir takime, se t'ashtë shumë.
Mos me shkruj më letër, mos t'ir telefon, mos me thirr takime, se tash është shumë vonë. Jemi sërish bashkë e tani është koha për bisedën në studio. I ftuar Emi Sontëm është një figurë mjaft e njohur e estradës tonë shqiptare. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. E dim që je më tiko pjesë e estradës. Ka qenë i lehtë rrugtimi krejt në fillim, po të kthej pak mbrapa në kohë. Po flas kohën e kasetave, se e qase gjeneratës. Pikërisht. Atëherë sa ja fillova, po të imagjinu që kum pas natën 50 frank. Edhe 20 frank i pagujsha treni për me shku me knu, edhe 30 i mblesha, edhe thash ta realizoj vetëm një kongë që më mujt me qitë në kaset. Po në atë kohë ka pas kongëtar të nivelit lartë që nuk lishin mi bo konkurencë kongëtarëve të nivelit që në konë, edhe nuk ne epshin hapsin neve. Bashkë me producenta, jo kretë, po disa piktërë. Edhe kur se arroj, e qova me dhënë kongën, mbledha partë, e bona që atë kongë, këtë me që ata parës që e mbledhen, këti që i kam i mbledh. Pret që po del konga s'ka, Disa për producentëve i qishin kongëtarët e vetë në treg, edhe mu meshin atë kasetën teme qishin fjo. Ku të kryke sezona atë qishin shkaku që më që bo konkurencë. Edhe deri sa njoftova producentin në temë parë, Ramet Shpirti pas Bosën Aki, që përshëndes familjen kure kudo që jam, edhe më beshteti, deri sa ai kënë këtë jetë, të më thonë, deri sa ishte në gjallë. Do më thonë bashkëpunimi ka vazhdu deri në fund. Deri sa i në ndroj jetë. Kur në ndroj jetë, më la ndorë ta gëzbacë. Vizionit Liboni Shpisë Madhe. E cila ka pas nuk e mori vësë një kungtar, po mori si një djallë të vetin. Edhe që 20 e kusur vitu një jam në këtë shpitë madhe, nuk më konsiderojnë si kongtar, po si djali e saj shpisë. Tamam pjesë e familjes edhe... Asë njëherë për këtë arsye jam vesh me këtë producent, me asë një producent tjetër. Kanë shku shpejt gjithë të vite, apo ndoshta ky bashkëpunimi i mirë që i ki pikërisht me producentët e ka bo ma të lehtë, ndoshta rrugtimin e më të tjeshëm? Shumë ma të lehtë ma kanë bo, se kanë bo gjithë shka për mu që ka kone mund shumë sot ku jam, faleminderit Zotit edhe producionit dhe bashkëpunëtorëve të mi. Tekstet i shkruan vetë, apo është dikush tjetër që i shkruan, sepse e dim që publiku ndonjëherë gjithmonë i lidh ato këngë që ju interpretonin, mendojnë që kanë ndonjë histori mbrapa tyre dhe është ndoshta dedikime, ndoshta diçka nga jeta jote private. Jo, absolut, unë asnjë tekst nuk e shkruaj, i shkruajnë i malli Fatmir Muja, Selman Abazi, Krishnik Avdiu, Suzana Fazliu, Valmir Delia, plot që i shkruajnë, unë veç në studio, edhe Ramani që i banë kongë, veç ki i kënoj, edhe s'kam asnjë vjenise që po. A ka pas ndonjëherë, ndoshta ndonjë rast që pikërisht ndonjë tekst që e ke këndu, ka rastis me qenë edhe ndonjë periudhe jetës tonë, ose që të ka prek ashtu shpirtërisht? Shumë po vetë. Ja, s'ka pas asnjë tekst. Asgjë? Asgjë, heq. Nuk të lidh asnjë? Veç që kënoj që ashtu, se nuk i shkruaj unë. Me ditë me shkruaj kisha shkruaj vetë. A ka pas dhe ndonjë moment kur ndoshta i ka thënë vetës që kaq është edhe këto po e ndërprej rrugtimin të muzikë? Jo, asnjëherë se tu nisë prej faktit që unë e muzikën e bëj me zemër, edhe asnjëherë nuk e bëj veç për para. Dihet që parët na vynë se mojnë familje. Po kur një të temë se kam bëj muzikën për para dhe bëj me gjithë qef. Edhe dhe sa ma ka shkuaj nërë, s'ka më nalë. Duket moshën 5 vjeqare veç ke u thu do të t'je largu prej Kosovës. E kujton atë periudhë, ke qenë i vogël me siguri, mirë po nga historitë e familjes, çu ka qenë ajo pjesa kur ju ndrut vendbanim? Unë nuk e mbaj bashkë në mend, po babi qysh të rënganë në shpe, edhe pse në shpe kemi obligim me folë vetëm shqip, tjetër gjusë flasim. Jashtë me vëllezërit e mi flasë italianisht. Ja dhe fletë shumë bukur shqipën, prandaj edhe kalon për shtypje në një moshë kaq të vogël me u largu prej vendit. Faleminderit shumë. Po kemi pas obligim, si thash për prindit, në shpe veç shqip me folë. Babi si tregon në atë kohë po flas para 30 e kusur vite, Gërbeti s'ka qenë si tash, ka qenë shumë i mërzitur. Dhe babi ma tregoi një histori tash para pak ditëve.
Më thonë 16 ditë janë shku në një vend të huj, as gjuhë, as në atë kohë, në qatë vend ku rrim na, s'ka pa shqiptar hiç. Edhe Në Zvicër apo? Zvicër, po Zvicër është nda me në 3 pjesë, është kantoni italian, zvicran dhe francez. Unë jetoj në pjesën italiane. Edhe tregon babi thotë që 16 ditë përveç mamit të juve s'na ka hi asnjë njeri, më s'na ka qel derën. Edhe një ditë një farë Boca Fadil Goqi që përshëndes shumë, kisha pas që me përshëndet, ja bën zilën, se aty në Zvicër i ki poshtë prunë, banesë ki komunësh me bo zilën, edhe shë emnin Astrit Lala, edhe bën zilën. Edhe babi qa që emocionu, thët lutëm, falim edhe se më ka marrë mallë, më bo muhabet me dika. Edhe 6 muaj? Po, 6 muaj, pa fol me afrikanisht. Edhe një sen që babi e ka bo për ne, që unë s'më mi dalë hakësh kur, e ka shit me shpi, mami ka shit me arit vetëm e na shit neve ndrit që me pas në një jetë mire. Mi pas edhe 2 jetë zote mi dhonë, kur s'më mi akthy atë. Që ata më nonën maksimum mi respektu edhe mi dalë hakësh, edhe pse s'moj. Po besoj që edhe ata që të njohin prej afër e dinë më mirë që ajo që ka karakterizon këtë rast është qetësia jote edhe durimi. Do të dukesh si djalë, si njeri mjaft i qetë. A ka momente kur Daimi e humb qetësinë? Jeta më ka mësu me duru shumë. Edhe pse jam lëndu shumë për njerëzve që se kum prit, po prapë se kum humb atë sigurin teme që kum rënë dhe respektin dhe qetësinë gjithmonë jam mundu që E ke rujt gjithmonë. Mos zona me njerëz pa lidhje, t'jem sa më i qetë, sa më i respektueshëm. Edhe pse dikush nuk e meriton. Kur ndalesh edhe mendon për jetën, pasi e cek edhe vetë, çka kërkon ma tepër për jetës? A kërkon ma tepër paqe, qetësi, dashuri, apo e kërkon ndoshta vetë kuptimin e jetës më tepër? Po tash asnjënës kisha mujt me nda, për shembull se kur ki dashurin, e ki paqen, e ki lumturin. Pse thonë, me gjithë dikon që don, bëhet shok, non, bab, vlla, gjithçka. Edhe e ki paqen me të njerin që e don. Domethënë, asnjënës kisha mujt me nda. 3 jetë. E përmendë ma herët që ka ndodhur raste edhe e lëndu prej njerëzve. Gjatë që është e pashmangshme në këtë jetë për secilin prej neve. Atëherë kur je lëndu nga njerëzit, cili është mësimi që e ke nxjerr pas asaj eksperiencën këtë rast? Jam lëndu nga njerëz që se kam prit kur. Ka dhem që nuk e pret pikujt, apo kupton. Edhe vetëm njerëz që më kanë nejnë afër kun familja jam, babi, mama dhe vllaznitë e mi. Këta tjerë që thëshin vdes për ty, bëj, hupën, u zhdukën. Edhe që aty kuptova shumë me të vërtet që familja është e shajt. Dhe gjithmonë familjen e ke afër në çdo moment. Kena përgatit diçka sot për ty, dikush ka diçka për të thënë. Baba jam, s'di qysh me fillu këtë letër, sepse s'jom mësu me fol shumë me ty. Jo pse s'du babë, po pse jeta nuk më ka dhonë shumë mundësi. Kur jom ka një vogël, baba jam, gjithmonë të kam kërku në çdo këngë që e kam dëgju prej teje, në çdo fotografi të vjetër, në çdo moment kur e kam pa një fëmi që ec me babin dorë për dore. E unë, baba jam, se kam pas fatin me ta kap dorën çdo ditë, por e kam bajt në mendje gjithmonë. Edhe pse do njëherë më ka dhimbt e më dhem baba jam. Kur e kam pas ditëlindjen, e kam imagjinu që ki ma ardhë me një torta në dorë. Kur kam marrë notat mira, kam pas qeftimi po i pari. Kur më ka dhem zemra për diçka, kam dosh me të pyet babi çka me bo. Mami më ka dhonë gjithçka, dashni, kujdes e krejt. Por ajo pjesat që mungon, ajo që së mbush askush, je ti. Se di jam dëgjon do njëherë, a i lexon mesazhet e mia, që i shkruaj në mendjen tem. Po du me ta thonë sot, unë s'jam i mosh me i natjen ty. Nashta veç i mërzitun, se me mungon çdo ditë. Ndoshta jeta nuk kthehet mbrapa, por një përqafim prej teje, edhe tash, kish me vlejt më shumë se çdo dhurat tjetër. Te dua, babi, edhe pse s'jemi bashk, çdo herë që ke ndan e ndjej sikur po flet me mua.
Ondra jem është të bohem si te pap. Te dan djali të soni. Shumë emocionuse, po ke diçka me thonë Soni në këtë rast? Fani. Soni ti thot babi që është gjaku jam, është fryma jam. Edhe dem frymën e fundit babi ka me net në bas. Edhe pse si mungon as gjo, as dashnia mamit, as e babit. Është gjaku jam dhe është pika jam e dofte. E don babi shumë dhe e lut Zotin që të kesh shëndet e krejt mirët e kësaj botës. Amen. Lutem edhe ne që Soni të ketë gjithë mirat e botës edhe t'jeni bashkë gjithmonë të lumtur sa t'jet jeta. Ka shumë kohë që ka përfundu martesa jote? S'kisha pas qef me... Unë edhe mama e Sonit e qëmë shumë mirë. Kemi raporte shumë të mira, sepse kemi në mes një djalë. Dhe Sonit asjerë si ka mungu as dashnia e mamës as e babit. Asjerë si kemi forkeq as Sonit për mamën e vetë, as ajo për babin e vetë. Kështu që Soni veç ta ketë shëndetin dhe gjithat mirë në tjetë. Dhe duhet jem shembull për gjithë çiftet që ndohen që fëmija s'ka fej. S'unë e kom diçka me ato, është tjetër sam. Kështu që t'japim veç dashni fëmijë se në fund vetëm fëmijët ndjen keq kur ne bëjmë gabime. Po e lëm pak këtë periudhën e kalume, si e sheh dashurinë sot Daimi? Tu nis prej prindëve të mi që duan shumë, edhe unë dash shumë. Sot për fat keq ki shumë ndamje. Gjenerata e re. Problem me pas qatë dashni që kanë prindë të mi ose gjenerata prindëve të mi. Sot dashnijet të gjenerata re u këthyrë këtë interes. Në parë, në kjera, në shpi lukse, këtë që si sen. Po mendon që zgjejmë diçka të vërtet të shumica e çifteve? Të gjenerata re është shumë problem. Me pas një dashni su kanë pas tantë. është shumë problem. Mendimi jam është, shprej veç mendimin tem. Do është edhe jam gabim, po përshprej ato që unë e menoj. Mirë po, pavarësisht kësaj, ti prapë vazhdon me i këndu dashurisë. Pa tjetër që po. Edhe kisha dash shumë, nëse edhe ti janë rregull me këtë, me këndu paksa për neve këtu, tani, për gjatë intervistës? Pa tjetër, me gjithë që. Ndoshta një balad? Pa tjetër, me gjithë që. Faleminderit. Shumë let o është më dashuru, shumë është me harru, po jalo unë jam alnet, mos me lujt me dashurit vërtet. Shumë let është më dashuru, shumë është me harru, po jalo unë jam alnet, mos me lujt qika me dashurit vërtet.
zemër ma ke lanë ti mu. Nuk besova që do shoh përsëri se në ty kam rënë dashni. S'pari herë unë kur t'kam shikju pik në zemër ma ke lanë ti mu. Nuk besova që do shoh përsëri se në ty se në ty kam rënë dashni. Që na bone. Po dalim prap diku tjetër dajmë. Nga qëfar, apo nga kush ka frikë Daini? Frikën nga Zoti. Dhe e dyta që mos t'ini ndonjëherë që i du shumë. Kjo është frikja më e madhe. Të ndodhë ndoshta që lëndon edhe pa dashje? Se bëj diçka pa dashje kjo e fali, po me dijet teme mundona gjithmonë të jem sa më i drejtë, sa më i sinqert, dhe sa më besnik. Jemi krejt në fund të intervistës, kisha dash me ditë edhe diçka. Nëse një ditë do të merrej fama, kush do mbetej Daim Lala? Thjesht një njeri i Zotit, rob i Zotit, asgjë më shumë. Edhe pse dhe ta s'jam kërkushi, që jam thjesht rob i Zotit. Po të falenderoj përzemërsisht që gjete kohë dhe ishe sot këtu me ne. Faleminderit shumë. Nuk du pare djalliri e ka me purin o në Qërmanie. Puna në puri që sa vjet s'ma kalon kur prehnin shkret. Preni të gjithi plot, gjithat mirat, o një ka kjo bote. Ruzën diamante që vahir o nga Stambolli o me kanë mrije. Sira këmoj gratë drejtorav, gazetarve as doktorav. Para te janë të ngrata, gjak shtërës prasët e duar thata. Që shkon hava, burin te mama ke pa. E kam pa tu qel kanale, tu shkujt dirsa, si u i vane. I thuj gruan e ke mirë, bukurisit ranë David. Vetëm pare qote shpia, mos t'i der të qysh,
rritën të mija. Vetëm e pare qote shpia, mos kiter të qysh, rritën të mija. Pse më trathove, pse më harrove ike, e shkove pse. Pse më trathove, pse më harrove ike, e shkove pse. Haj zota malment mi ka marrë, ftyra sajla për para mu. Del në gjumum del, unë kërkun të rahasu bona. Haj zota malment mi ka marrë, ftyra sejna për para mund del. Del në gjumbrem del, kërkun rahasu bona. Pse më trathove, pse më harrove ike, e shkove pse. Pse më trathove, pse më harrove ike, e shkove pse. Haj zota malment mi ka marrë, ftyra sajla për para mu. Del në gjumum del, unë kërkun të rahasu bona. Haj zota malment mi ka marrë, ftyra sajna për para mund del. Del në gjumbrem del, kërkun rahasu bona. Ka dal jo ma fru, me ty deshta me vallu. Ka dal jo ma fru, me ty deshta me vallu. Si kur flutur shkon të kësi, shpesh mo marun janë i kësi. Me ty luftën e kam njës, nuk dorzohem pa i betis. Si kur flutur shkon të kësi, shpesh mo marun janë i kësi. Me ty luftën e kam njës, nuk dorzohem pa i betis. I hap krahet me shami, si kur shqip janë në liri. I hap krahet me shami, si kur shqip
ty luftën e kam nis, nuk dorëzohem pa I betis. Si kur flutur shkoll të kësy, shpesh po malun janë një sy. Me ty luftën e kam nis, nuk dorëzohem pa I betis. 3, 2, 1, stop, kallë! Shkon të kësy, shpesh po malun janë një sy. Me ty luftën e kam nis, nuk dorëzohem pa I betis. Sigur flutur shkon të kësy, shpesh po malun janë një sy. Me ty luftën e kam nis, nuk dorëzohem. Ajde me ti solo! Bravo! Showtime! Po shiko si rrjedhin të lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Po shiko si rrjedhin të lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Po shiko si rrjedhin të lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Po shiko si rrjedhin të lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Po shiko si rrjedhin të lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Po shiko si rrjedhin lotë mia, në mes të shkallin të dashuria. Bravo! Amanet po t'allen baba,
mos ma korit edhe varin, mos fol tjera gjun gurbet, mos ma shkel djersen e balit, s'na ka hije djalli babes, tjera gju me fol të shpia, me ndru emën edhe fe, e me pas tjera tradita. Baba bir kretu plak, në gurbet kur s'bona lum, qka më dha velni huja bir, veç një buk ma shumë. Unë folnova ditë nat, dur të mija kanë pik gjak, a peshen që kam volni gurbeti, erdha I rije u bona plak. Ju gurbet qarta manet, që po I rrit një fmit ngurbet, leta din fmija juj, guriron peshon ven vet. Ju gurbet qarta manet, që po I rrit një fmit ngurbet, leta din fmija juj, guriron peshon ven vet. Hey, ku I kam bit e Shqiponjes, ku I kam trimat e Kosovës, ku I kam burat nga Malësia. Hey, jo nuk preket shqiptaria, oh hey. Nuk dorzohet o kur shqiptari, si atëra Demja Shari, kanë luftu burrat me plisa. Hey, si Azemi edhe Isa, oh hey. Ti shkon gjallo bacadem, me buro me këta djem, shpirtin pa që basnet flen. Hey, këtu armisht nuk kanë vend, oh hey. Mos ma prekar mike kufinin, se jam një pi boletinit, për këtë vend shumë djem kanë ra. Hey, as një flom tok mos me unda, oh hey. Se Kosova me Shqipëri e kërkojnë dhe qamërin, e Europa kur s'ka dasht. Hey, me pakre Shqipet bashko, hey. Kam ushtrinë matë forse gurin, që me jetë mbrojnë flamurin, I baj thirje krej shqiptarve. A I ti mbrojme bashk, trojet kombetare.
Haram dita, haram nata. O që me ty moj zemër unë e ndova. O kretara në qofshim, o dashnin që të dhurova, o që të dhurova. Tu pasit në val, o mirë kanë thonë fleq, ose dashnia të bën budal, o të bën budal. E goni shok, e goni shok, e ju more vllazni. O këta lava ma bëjsh me shte shaban, do t'knoj pak për dashni, edhe për shoshni. Me mal shullë për kjere, dollë Mercedesa, dollë Belveja, ollë Audi. Këta lava në shoftajim, o vlelet bojet nomi, lelet bojet nomi. E goni shok amal amal, hajt more vllaznije, no more vllaznije. E talava janë isa hajde, daimi karshie, e daimi karshi. Talava, miro po shkollata, vizioni Libonia gjithmonë e kam, miro daim lola. Shoko hajde, dolla ka Prishtina, dolla ka Prishtina. Shkojna në Gjilan, Shaban, e ka një qaj të pina, ka një qaj të pina. Kush ka dalon najde, mire lujke lujen, Lujke Gjakova peja hajde, miro ja ka volen, mirë ja ka volen. Lujke Prizreni hajde, me suare kalite, suare kalite. Po ju knall daimi, solte me vullnete, Lipjana lit ka dima lit, du mi përshëndete, du mi përshëndete bre. Du me dollo hajde, haj shirdan shkojna pak, o te voshtrina lite. Du mi krua pako, do Kerqova lije, no Kerqova lije. Këllë Kerqovën hajde, solte me vullnete, pek doj gostivarin, te toven për qefe. Se që tjera mal në shkup, lilet bohet nomi. Po ju knall dajm lolla, orkestra vizioni, orkestra vizioni. O vov, e kalle o hajde, miro shitja timin, lo shitja timin. E hajt ramal o hajde, tash me një gazele, se shoftoj
Loj mino hajde Krejtojna me djege Lodoj me djege Dajim lale o hajde Dajim lale o hajde Ik dhejran me rene Ik dhejran me rene Shoma të fil Hajde të vopshnete Se mi lujte Hajde me të krese Në shumë të film, pak për marakli O hajt Ramon, pak me qifteli Në shumë të film, pak për marakli E hajt Ramon, pak me qifteli Me qifteli Ramon miro po qënë nata Ja bon qefin sun të dajim lala Unë e di që na ka një natin E sa her kënojna na zëmrën ja plasim
Dhe kështu mbyllet edhe kjo mbrëmje plot tinguj, histori dhe surpriza që na prekën zemrën. Faleminderit që ndohet me ne këtu temë të bukur, ku çdo këngë na bashkoi dhe çdo histori na kujtoi se sa shumë vlen të ëndërrosh, të besosh dhe të dashurosh jetën. Deri në takimin tjetër, mbajini ritmin gjallë në shpirt, buzëqeshjen në fytyrë dhe zemrën hapur për mrekullitë që ju presin. Falenderojmë VM3 për skenografinë si dhe sallonin Njomza. Nga Ungenta, natën e mirë.